njerëz të cilët nuk e ndjekin rrugën e selefit, ata vënë rregulla, vënë dyshime ndaj rrugës selefite që kundërshtojnë. A është e ligjshme ti kritikojmë njerëz që kundërshtojnë rrugën e të vërtetës? Sigurisht se është e ligjshme. Është e bazuar në Kur'an dhe në Sunnën, menhexhin selefus salih. Pra, heshtja nuk është cilësia e ehli sunetit. Heshtja ndaj të kotës, pavarësisht kushdo që është ai, se qëllimi esencial nuk është individi, qëllimi esencial është mbrojtja e të vërtetës. Pra, si thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, naruddu bil ilmi la bil jahli. I kundërshtoj me dije, jo me ignorancë. Wa naruddu bil adli la bil dhulmi. I kundërshtoj me drejtësi, jo me padrejtësi. Andaj, fshehja të vërtetës është cilësia e yahudive. Allahu Azza wa Jalla thot Kur'an, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda. Innal ladhina yaktumuna, ata që e fshehin, pra jehudët që kanë fshehë të vërtetën, që ka zbritë Allahu dhe ka qartësuar librin Taurat, min ba'di ma bayyanahu linasi fil kitab, ulaika yal'anhumullah wa yal'anhumul la'inun, të tillët i mallkon Allahu dhe i mallkon të mallkuesit. Pra është pjesë shumë e rëndësishme sqarimi i vërtetës. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kush e sheni të keqe, le ta evitoj me dorën e tij, le ta largoj me dorën e tij. Fa in lam yastati', nëse nuk ka mundësi me dorë, fa bilisani, me gjuhën e tij. Nëse nuk ka mundësi as me gjuhë, atëherë me zemër. Pra, para gjunaheve ky hadith duhet ta marrim si rregull, nëse shohim bidatët. Edhe më të rrezikshme se bidatët, kufrin, shirku në kështu me radhë. Ka thënë Yahya ibn Yahya, Sheikhul Bukhari, adhabbu ani sunnah, me mbrojt sunetin, afdalu min el jihad. Është vlerë më e madhe se sa edhe gjihadi.